E kujt është shtëpia ku sot banon familja e presidentit Rugova? Shtëpia është sigurisht e familjes, domethënë. Me letë. Zoja Fon duhet. Kush e ka tapin për atë? Sigurisht Zoja Fon e ka, po ta them sigurisht unë se di sepse iniciatorët dhe fillet e asaj shtëpie janë prej meje. Unë jam njeriu i parë që i kom caktuar atë shtëpi, që kom negociu, që kom marr mandat me fol për atë shtëpi, por fundin nuk e di. Prej kujt? Çet si ka qenë. Çështja e asaj shtëpie ka qenë kështu. Në zgjedhjet e para me 24 maj 1992, gjatë kthimit për i vetë votimit, Rugova është sulmue me një vazo turshi. Që ajo ka ra, aty dhe i kem ikni aksidente, incidente, atentati dhe unë e ku marrë Rugovën prej aty të kom largu. Dhe kom qute një bajanak i tina Në Sefali. Në Sefali. Atje ka banu 6 muaj. Dhe ka qenë vendi pa përshtatshëm në një dhomë gjithantarë. Dhe është ndje nevoja e një shtëpije. Në udhëtimin tonë në jashtë, kemi folë me Bukoshin edhe më ka vetë Bujar Bukoshi, kryeministri. Ku porin Rugova që atje që... Kush ka qenë tjetër aty? Rugova, Bukoshi dhe ju? Edhe unë ka mujtë edhe dikush tjetër me qenë, Hafiz Gagica, ose ta di ju. Dhe unë ja kom spjegu, i kom thonë kështu, të një bajanak i vetë porin. Edhe që më ka thonë? Ka thonë, veç këte që po e thëmë une, do me thonë ka qenë Bukoshi, une dhe Rugova. Dhe ka thonë, Adnan, këqyrni një shtëpi edhe gjene atje, edhe bisedoni, qoma një ofertën edhe hesni kësaj pune. Edhe unë i kom thonë, kësaj pune mu po më thu me ecë, po unë e kom një kusht vogël. Për këtë punë duhet Ibrahim Rugova me dhonë vizë, edhe duhet me qenë një bashkëpunëtor i kryesisë së LDK-s që me mu. Unë e logistikën e ngaj, po unë du me pas një referencë. Me to me qenë bashkë. Edhe a im ka thonë, apo i refuzon urnat e mija, tash po, kur më pyetje Ibrahim Rugova, po, i refuzoj. Dhe Rugova ka qenë që aty ka busqesh. Dhe busqesh ati ka qenë miratim. Pra Rugova nuk është njeri, se tash po flasim edhe po dojmë vërtetën me thonë, të ku marrë këtu me një logët të emisionit e më fakte, dhe unë e fakte do t'i thonë. Ti regulloj këto fakte, tash artikuloj, bën një argumente. Dhe tash, unë e po t'api fakte. Dhe tash, më ka thonë, kush në kryesi, i kom thonë Zenel Kelmendi, a është okej? Ka thonë po. Ka qenë edhe Miki, zotë. Unë jom këthyje në Prishtinë. Kur jom këthyje, kom thirë Zenelin edhe kom thonë, falë edhe me bujarin, kështu e kemi në ndatë. Por, ka qenë një kusht ose një kërkesë e bujarit, që kjo punë mos më boje madhe, deri sa mos më shushurit me folë. Sepse ka qenë edhe një shtëpi tjetër ma heret e destinume kishe për Rugovën, që a i s'ka banu kurra s'ka qenë, dhe ajo shtëpia në aktash e... Musa Haxhiut, akademikut, po. Do me thonë, Bukoshi ju ka autorizu për me ble shtëpi. Ju keni dash me ble një shtëpi, nuk keni pranu me vendos Rugovën në shtëpinë e Musa Haxhiut në aktash për shkak se aty ka pas ekstremist sërb për rreth. Edhe keni vendos me ble një shtëpi tjetër, lagjën Velania për shkak se aty ka qenë 100% shqiptare dhe studentët i kanë ndjek ligjëratat në shtëpi private atje. Profesor Zenelim ka thonë, Adnan... Ju keni ble shtëpinë e kujt? Jusuf Krasniqit.